أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندرم الله جل شانه صلوات والسلام تدرجم pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar xhamatlin, tema e sotit titullohet pse duhet të lexoj Kur'an. Pra, shkaqet pse ti edhe unë duhet të lexojmë Kur'an, duhet ta lexojmë fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu. Pra fillimisht, para se të përmendë argumentet për këtë, duhet ta dimë se fjala e vetme më e saktë, në fytyrë tokës për të cilën nuk ka dyshim si në kuptim, ashtu edhe në shkronja, ashtu edhe në shprehje, ashtu edhe që thojmë ndryshe dhe në pikë dhe në presje, është fjala e Allahut xhalla xhelaluhu. Është fjala më e mirë e zbritur dhe e vetme e garantuar që nuk ka ndryshuar me ndryshimin e kohrave. Edhe hadithet janë të pandryshueshme, por hadithet ndahen në kategori. Hadithet e sakta janë të pandryshueshme, kuptimi i tyre, kurse fjalit ka mundësi që të shndërrojnë një fjalë me një fjalë tjetër, por kuptimi është i tërë i saktë. Pra, ky është dallimi. Prandaj, pse duhet të lexojmë Kur'an? Duke pas parasysh se neve kemi nevojë për nxitës, që të na nxit ta lexojmë fjalën e Allahut azza wa xhala para. Dhe e dyta, duke i lexuar argumentet që tregojnë vlera madhështore dhe dobi që nuk e kemi idenë neve, nëse i lexojmë këto, domthon atëherë padyshim se mendoj që nëse kemi pak iman do të nxitemi për ta lexuar fjalën e Allahut azza wa xal, e jo ta lëmë nëpër vitrina edhe të na mushet me pluhur. Edhe bile ti hiqet pluhuri veç atëherë kur pastrohet vitrina ose xhamat e saj, pra të krahasohet fjala e Allahut azza wa xal ose me pluhurin ose me xhamat e vitrinës, e jo fjala e Allahut azza wa xal lejohet që të pluhuroset në një farforme të bëhet, domethënë e papastër qitapi i Zotit ose mushafi, vetëm duke prek me dorë, se normal kur preket me dorë ajo edhe nëse muj me thonë pak nxihen fletat ose njëllosen në kuptimin pozitiv të fjalës. Sido që tjetë kemi disa argumente dhe hadithe dhe shkaqe pse ne duhet me lexu Kur'an, prandaj mos më humb kohë, do të filloj e para. Lexuesit e Kur'anit, ata të cilët e lexojnë Kur'anin, janë familja e Zotit ose të afërmit të Allahut, edhe njerëzit e veçantë. Kështu Allahu xhalla shanuhu ka përmend Kur'an lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Deni ju se Allahu nuk ka, mattakhadha Allahu min waladin wala sahiba, Zoti s'ka fëmijë as gru. Pra nuk ka në atë aspektin familje, domethënë që kanë lind prej tij, dhe pse gjithë jemi krijesat e tij. Por se të ketë fëmijë bashkëshorte, prind ose diçka, hasha wa kella, Allahu është i pastër nga gjitha këto mangësi. Por gjithsesi Allahu xhalla shanu në shenjë respekti edhe në shenjë admirimi ndaj këtij grupi ka përmend se në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili shënohet në Sahihul Jami, hadithi 2165, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xjalaluhu ka familje prej njerëzve. Kanë thonë, ja Rasulullah, kush janë ata? Thot, ata janë lexuesit e Kur'anit, ata që familiarizohen me Kur'anin, bëhen domethënë një me Kur'anin, ata janë familja e Allahut dhe të veçantë, domethënë diçka domethënë më të veçantë se sa të tjerët, karshi Allahu xhalla xjalalu, edhe karshi të tjerëve domethënë kanë një pozitë më të veçantë. Kur themi thash familja, nuk kupton ajo kuptimin e ngushtë, por siç përmendin argumentet, shembull që i thot shtëpia e Zotit, xhamis, në shenjë respekti, sepse Allahu s'ka nevojë për shtëpi, ose thot shahrullahi al-muharram, muji i Allahut, Muharremi, në shenjë respekti ndaj këtij muji, ose naqatullah, devja e Allahut, devja që ka kriju për Salihun alayhi salam kur ka. Pra nuk është se ata janë diçka familje vërtet, por në shenjë respekti i afron Allahu xhalla xhelalu. Pra ata janë familjet afërmit dhe njerëzit e veçantë të Allahu xhalla xhanuhu. E dyta, leximi i Kuranit vjen ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Pra ndërmjetësuesit apo prej ndërmjetësuesve është edhe Kurani. Ka marrë ditën e kiametit dhe ka më ndërmjetësu për ty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e shënuar tek Imam Muslimi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an yawm al-qiyamati li sahibi. Lexojeni Kur'anin, sepse ai ka marrë ndërmjetësues për juve, për ata që lexon, për çato që lexon, ka marrë ndërmjetësues në ditë kiametit. Me një transmetim tjetër përmendet se i thot Allahu xhalla shanu, ya Rab, e kum lën pa xhum, e kum lën para hati, domthonse se është marrë me mua, ka lexu, ditë e natë ka lexu. Andaj thot ndërmjetëson taj dhe
Allahu xhaleshanu ja fal mëkatet, ja ngrit gradat, nëse ka mëkate, ja fal mëkatet, nëse s'ka mëkate, e ka fituar xhenetin, para këtij ndërmjetësimi atë ringriten gradat në xhenet. I treti lexuesi Kuranit ngritet në grada aq sa din nga Kurani. Aq sa din nga Kurani. Transmetohet nga Abdullah ibn Amri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yuqalu li sahibi al-Quran, iqra wa rattil kama kunta turattilu fi ad-dunya." I thuhet lexuesit Kuranit. Sahib i thot shokut në ryshe, shokut. Qëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë li sahibi al-Quran, shokit Kuranit. Pse? Me një farforme do të thonë ti duhesh me bë fjalën e Allahut xhaleshanu shok. Kuranin duhesh me pas një Kuran që e ke bë shok të jetës. Subhanallah. Duhesh me pas shok tonë. Në një formë kështu po e quajun. Edhe i thot atij që shoku do të thonë Kuranit, atij që i ka lexuar Kuran, lexo. Warattil ndreqe zanin, zbukuro zërin me lexim, ashtu siç veproje në dunja. Lexo sepse grada jote në xhenet është tek ajeti i fundit të cilin ti do ta lexosh. Këtu fillimisht hyn ata të cilët kanë mësuar disa pjesë përmendsh. Sa më shumë që mëson njëri përmendsh, aq më shumë ka gradat në xhenet. Por nuk nënkupton se dalin ata të cilët nuk dalin prej kësaj vlere, ata që s'din përmend shumë, por që lexojnë. Edhe ata që lexojnë do ta kenë një, domethënë një status të veçantë, edhe ata do të lexojnë çush kanë qenë të lexu, çush kanë lexuar në dunja. Edhe pse në radhë parë hyn ata që nëse ti s'mund me mësu krejt përmendsh, atëherë fillimisht lexo shumë, pastaj me kalimin e kohës fillon edhe me mësu disa faqe përmendsh, disa ajete, disa sure, qoftë edhe duke filluar me të shkurtat e me kalu me më të gjatat. E katërta, në çastet e leximit. Ti kur lexon Kur'an, sidomos nëse bëhet kënë grup, kur mësohet, domethënë Kurani 4-5 veta, 10 veta që mësojnë, por edhe në vetmi, kur zbret qetësia, zbret mëshira Allahut, pa rahmeti, edhe zbresin melaçet. Kështu përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e shënuar tek Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se majtama qaumun fi baytin min buyuti llahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakara Allahu fi man 'inda. Thot nuk mbledhen njerëzit në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, pra në xhami, për të mësuar Kur'anin, edhe për ta lexuar ata, pra për ta mësuar ose më mësuar shkronjat, për ta lexuar ata, si janë të lexuar, kanë mësuar shkronjat, janë të lezu tash me mësu të gjvidin, me kalu me bani hatme, ose janë të mësu përmensh. Pra gjitha hynë këto kategori. Vetëse, pra nëse mlidhen për të lezu, për të mësu librin e Allahut Azza wa Jall, thot, vetëse ka me zbrit aty, qetësia, rahatia, ka me i kaplu mëshira Allahut, edhe aty njerëz zbresin edhe me lachet, i rrethojnë, pashtu në këta dhe thuhet, edhe Allahut do t'i përmend dhe do të lavdrohet me ta, tek me lachet. Lavdrohet me këtë grup njerëzish, me këta njerëz. Këtu a hyn, shënon Imam Muslimi thash, a hyn edhe ai njeri i cili nuk ka mundësi me shku me mësu në xhami ose në një tubim, por mëson vetëm të shtëpia, patyshim me lejen e Allahut hyn. Sepse mëshira e Allahut, sevapi i Zotit është i madh, dhe Allahu nuk i privon nga kjo mirësi njerëzit përderisa ata nuk e kanë mundësinë edhe nuk e lën nga përtatësia dhe por e lën nga pamundësia, për shembull nuk mësohet në xhami Kur'an. Atëra shkon te shtëpia dhe lexon me YouTube. E merr një lexues Kuranit edhe mëson prej atyshit. Patyshim me lejen e Allahut Azza wa Jall se ka me zbrit qetësia, rahmeti, me lachet, Allahu ka me përmend, e ka ne përmend Zoti Azza wa Jall, edhe e livdohet me ta, apo e ngrit edhe lavdron para me lacheve. Çka nën kupton kjo? Kjo patyshim në mënyrë automatike nën kupton faljen e mëkateve, ngritjen e gradave dhe shikimin me një sy më të veçantë atë njeriu. Tjetra, për çdo shkronjë, ai që lexon Kur'an, për çdo shkronjë fillon shpërblimi 10 fesh, duke vazhduar 700 fesh, edhe duke vazhduar pa hesab. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut xhaleshanuhu, për çat shkronjë do të shpërblet 10 fesh. Nuk tha me alif lam mim, është një shkronjë, po thot alif është shkronjë, lam është shkronjë, mim është shkronjë. Pra 3 shkronja këtu janë, nuk është një. Çdo shkronjë e Kuranit shpërblet 10 fesh. Duke vazhdu 700 fesh, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt don Allahu ja shton edhe 700. Para mendo, nëse lexon një sure që ka 100 shkronja,
ti ki 1000 sevape automatik. Mund t'i kesh 7000 sevape, 70000 sevape. Mund të kesh 700 milion ose miliard sevape nëse pa hesap Allah t'jep. Pra vetëm Zoti e di sa e fundit ashta i shpërblimi. Pra mendo, ta lexosh një libër, çfarë do të qoftë ajo, jashtë Kuranit. Nuk ki sevap kështu për çdo shkronjë. Mund të kesh sevap për shkak nëse e lexon Sahihun e Buhariut, sevape mund të kesh sa dush. Por nuk ki sevap kështu për çdo shkronjë. Domethënë kjo është e njëjtë sikur sa i shpërblimi kur kanë dhënë prisat ose mbretat ose dikush nëse thotë e bën këtë punë ose nëse e din këtë gjë, çaq sa je Iran, kilogram çaq ki me pas kam dhënë dukat, ha? Kjo është diçka më e veçantë se sa nëse ka thonë kush e bën këtë vepër i ka 1000 euro ose 2000 euro. Kush lexon libra fetare ose jo fetare, ka sevape, mirë ka sevap. Ama në mënyrë të veçantë për çdo shkronjë 10 sevape, deri 700 edhe pa kufi vetëm te Kurani është e përmendur. Në asnjë lexim tjetër, në asnjë libër tjetër nuk arrihet edhe nuk thuhet ky është problem. Hadithi është i saktë në Sahihul Xhami 6469. E gjashta më radh, lexuesit do t'i vishet kurora fisnikris dhe kurora dhe rrobat e fisnikris në ditën e Kiametit. Ai që lexon Kur'an, ai që mëson Kur'an, ai që mirët me Kur'an, në ditën e Kiametit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sillet sahibul Kur'an, lexuesi i Kur'anit, shoku i Kur'anit që e përmenda më herët, ditën e Kiametit edhe thot Kur'ani, Allahu t'i thot. Shiko, parës folëm për ndërmjetësimin, këtu edhe diçka më të veçantë se sa veç ndërmjetësim. Thot Kur'ani, ja Rabb, o Allah, veshi robën, asi zbukuraje, më falë, zbukuraje. Atër Allahu Gjeleshanuhu ja vesh, apo ja vendos kapelen e fisnikris ose të krenaris. Kapelen sikur se mbreti që ka lloj kapele, më dhanë që ka plot me fisnikri. Pastaj vazhdon. O Allah, Kurani vazhdon. Shtoja akoma. Atër Allahu Gjeleshanu ja vesh edhe robat e fisnikris. Jo vetëm kapelen, por edhe robat e fisnikris. Atër i thot, o Allah, knaqu me ta. Knaqu me ta. Me kën knaqët, Allahu dije se e ka të sigur xhenetin. Atër Allahu Gjeleshanu për me, jo knaqë, më fani, knaqë ata, se e gabova, knaqë. Atër Allahu Gjeleshanu i thot, filla lexo. Lexo sa të munësh. Deri te ajeti i fundit që kime lexu, ajo është grada jote në xhenet, edhe thot, secilin ajet që lexon i shtohet një e mirë. Përveç shkronjave që përmendëm, çdo shkronjë që ka 10 sevape, ajo është problem tjetër, kjo është problem tjetër, gradat janë diçka tjetër. Kurora, rroba, secila ka atë shpërblimin e vet. Pra mos i porzim njëra me tjetrën, me thon atje 10 e këtu një. Sahihul Xhami ajeti hadithi 830. Po ashtu lexuesi i Kuranit apo lexuesin e Kuranit, Allahu Gjeleshanuhu i jep pozitë dhe grada, edhe e veçon, edhe ka autoritet si te njerëzit, si te gjallësa tjera, si te melaçet ashtu te Zoti. Transmetohet nga Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, i cili thot, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u biha al-akharin. Vërtet Allahu ngrit popuj, ymete me këtë Kur'an, edhe i ul disa të tjerë. Ata të cilët e pasojnë Kur'anin, ata të cilët e lexojnë Kur'anin, ata të cilët punojnë me Kur'an, ata që e dojnë Kur'anin, ata që e meditojnë Kur'anin, kreta këto Allahu do ta ngrit, qoftë individ, qoftë familje, qoftë shoqëri, qoftë ymmet, shtet, popull. Edhe në kundërtën ata të cilët ja kthejnë shpinën Kur'anit, ata të cilët nuk punojnë me Kur'an, ata të cilët e harrojnë Kur'anin, ata që nuk kanë idenë kopertinat e Kur'anit çush janë, Allahu i ul, i nënçmon. Prandaj neve kemi raste kur Zoti xhallal xhelalu familje të tëra për shkak se e kanë lënë, kanë qenë familje fetare, su ku e di çfarë, me kalimin e viteve, me vdekjen atyre fetarëve kanë lind fëmijë që nuk kanë qenë fetarë, Allahu azza wa xal i ka ul autoritetin, personalitetin e tyre, edhe nëse ata kanë pas parë, nëse ata kanë pas pozitë, nëse ata kanë pas funksione, Allahu azza wa xal ja ka ul autoritetin edhe ai ka mund të vazhdojë të jetë i pasur, por pa autoritet, i nënçmuar në shoqëri. S'ka pas vlerë, dhe e kundërta, sa dietar në ymet kanë qenë aso njerëz të cilët kur kanë analizuar shokët e tyre,
pozitën e atij njeri. Kanë thonë ky vetëm fjala e Allahut azza wa jall e ka ngrit. Pasimi i fjalës Zotit, mësimi i fjalës Allahut e ka ngrit. Përndryshe kur ja kanë analizuar gjëra tjera, autoritetin, pasurinë, emrin, familjen, preardhen, s'kan gjetë diçka që me to ai shërrit. Por Allahu i ka dhënë pozita siç është për shembull Ata ibn Abi Rabahi, që ka qenë një rob i nënçmuar, e kanë tërheqë me litar, me zinxhir, sikurse të ishte mall, kafsh. Ka ardhur puna duke mësuar Kur'an, duke mësuar hadithe. Është bë dietari më i madh i ummetit në kohën e tabiinëve apo prej dietarëve më të mëdhenj, sa ka ardhur halifja me djemt e vet edhe është ul te këmbët e tij dhe ka marrë dije. A ky kur nuk ka shkuar te halifja? Halifja kryetari i këtë botës, mreti i botës në atë kohë ka ardhur te këmbët e tij ka mësuar. Dhe mos ta kishte çat dije, me çka do të ishte bën ataja i madh? Me asgjë. Autoritet jo, personalitet, parë, asgjë jo. Por Allahu xhaleshanu i ngre popull. Arabët ju e dini se si kanë qenë të nënçmuar, sa që kanë hongër edhe qent, edhe gjarpnat kur janë urit. Edhe kur nuk kanë sulmu perandorit e mdhaja, veç kur kanë met, pa ushqem, ju kanë dhënë disa kafsh, gati sa s'kanë ngordh, me shujt etjen edhe urinë e tyre dhe jenë qetësu. Kur ka ardhur Islami, i ka ngritë dhe ka arrit me u bë superfuqia e vetme, kështu po quajnë absolute, kushtimisht po tham, e cila nuk i ka shku mendja kuj me ju, me i qëndru përballë shtetit Islam. Me çka? Me Kur'an. Për 3-40 vite ka arrit me u bën ky ummet i tillë. Prandaj Allahu xhaleshanu ngre popull, ngre familje, ngren individ, i bën në shkallë më të larta të autoritetit si në dunja ashtu edhe në ahiret. Edhe të kundërtën i ul disa njerëz të tjerë. Kështu që fjalën e Allahut azza wa jall kur tham këtu me u marr me ta, si me lexim, si me mësim përmend, si me meditim etj, me të punuar me ta. Vazhdoj me teta me radh. Lexuesi i Kuranit është më i miri i shoqërisë. Këtu nuk e tham, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin për vetë edhe o mëson të tjerëve. Mësimi i Kuranit nuk do të thonë këtu mësimi përmendsh. Se në arabisht ka fjalë tjetër. An shqip na mësim me mësu përmendsh edhe me memorizu tjetër janë. Me mësu do me fillu me mësu shkronjat, me fillu me mësu leximin, pastaj me lexu dal ngadal, pastaj me fillu me mësu diçka nga Kurani. Më i miri prej jush, më i miri në shoqëri, është ai që mirët me gjën më të mirë. E gjëja më e mirë është më marr me fjalën e Zotit. Më marr me fjalën e Allahut. Andaj më i miri prej jush është ai i cili mëson Kur'an, pastaj jo mëson të tjerëve. Pra, nuk e nal dobin veç për vete, por edhe e përcjell të tjerët. E përcjell sipas mundësive këtë, normal se gjithkush nuk ka mundësi me mësu të tjerë. Po spaku, nëse nuk mund 100% me arrit sevapin më bë më i mirë, pra me mësu vetes edhe tjerëve, atëherë spaku merr shpërblimin 50%, mësoje veç për vete. Pastaj nëse s'mundesh në mënyrë direkte me mësu të tjerë, mundesh në mënyrë indirekte më bë sebeb për me mësu të tjerë. Si? S'mund më mësu djalit tën, vajzës tonë, çka më bë? Me nxitë vladin ose vllahun me shku te hoxha me mësu. Edhe kjo është një formë me nxita, ose me nxit një shok, me e marr një shok me mësu Kur'an. Me thirr, e kish shpërblimin, edhe në këtë formë, domethënë është një lloj shpërblimi. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu. Po ashtu, leximi i Kur'anit është amanet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë ummetin. Përmendet nga Abdullah ibn Abi Aufa se dikush e ka pyet thot, a kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në amanet? Edhe ju kur das njeri para dekës i lën amanet e vlat vet diçka, ose e shkruan vasijetin e vet i shkruan 2 faqe, 1 faqe, a ka ne kunaj barxha, ka ne diçka me i dhon dikuj, me i thon dikuj etj, edhe fëmijët duhet me ia çuan amanetin në vend nëse ai amanet është halal. Normal nëse është halal. Nëse është haram, atëherë nuk e çojnë në vend. Çato pika që janë haram, si çojnë tjerat që janë halal, i çojnë në vend. Mirë. E kanë pyet këtë sahabi radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abi Aufan, thotë a kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amanet? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas çka melon amanet, sepse ai e kalon amanet librin e Zotit. Andaj në një formë, nëse ty kish me talon babait në amanet, edhe ti vjen momenti i vdekjes, edhe thot hoxha, zban mja çu këtë amanet në vend, ose hoxha s'është përzi, por ti nuk ki mundësi mja çu, është amanet halal, do të thonë, po s'ki mundësi mja çu amanetin në vend. Atëherë, çka ki me bati, tan jetën ty ka me të nejt gajle,
pse s'mujta babës me ja kry amanetin. Nëse amaneti i babës tanë është shumë i thjesht. Shembull thot, biro, unë kam punu tani jetën kum hangër pi qëti hamarit gron ose kallamaç pe koshit. Amanet po ta lë hamarin mos me mashit. Edhe vjen dita digjet hamari. A bëhet name? Nuk bëhet name. Jetohet edhe pa hamar. Shembullun e mora. Nëse e ki gajle që amanetin s'u ne ke çu babës për një hamar edhe një kosh, ose për një traktor ose një prokolicë ose një livadë ose një rrugë aty. Pse nuk e çon amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend që ty ta kalon edhe mua amanat? Pra me u marr me librin e Zotit. Mos me harru leximin e tij, e pra gjithmonë me u marr me ta. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu. Po ashtu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për mëshirë, pra për rahmet, për lexuesit e Kuranit. Gjithashtu domthon kjo transmetohet kur I ka shtinë varr në luftën e Uhudit apo mas betejës së Uhudit, kur e mba shumë xhenazë dhe muslimanët kanë qenë të dobët fizikisht, s'kan mujt me çel shumë vorra, I ka marrë I ka shtinë nga dy në një varr. Edhe ka vet cili është mas shumti që di Kur'an. Kur I kanë thënë filani, ka marrë ka shtit parin dhe atë tjetrën e ka shtinë anash ose përmi ta domthon në formë ansore diku ka krahu me zatetin tjetrën. Pra I ka dhënë përparësi. Një, e dyta kur ka fal namazin e xhenazës, nëse ka ditë se din Kur'an shumë ose kret Kur'an e din përmenç, ka bën dua më të veçantë duke çu rahmet edhe mëshirë për shpirtin e tij. Po ashtu prej dobive tjera pse duhet na ta lexojmë Kur'anin, është ajo se si ata që din me lexu mirë, si ata që s'din me lexu mirë, të dy kanë shpërblim. Që I bie kjo, mos me thonë ai që s'di me lexu mirë Kur'an, me thonë unë po munën leximi I Kur'anit, po kam vështirësi, ose ai shok jam pi lexon 20 faqe, unë s'po moj veç 2 po moj me lexu. Kështu që më mirë s'po lexoj hiç, ose me thonë unë nuk po di mirë me lexu tajvidin, po kam frikë mos po gaboj një shkronja, kështu që më mirë s'po lexoj hiç. Edhe kjo gabim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shembulli I atij I cili e lexon Kur'anin. Edhe këtu në këtë hadith përmendet është hafizi I tij, domethënë e din përmesh pa problem. Thot ai është me një grup të melaçeve, grup nalt melaçeve, edhe është I nderuar në grupin e tyre në botën tjetër. Kurse ai I cili thot e di Kur'anin, po ka probleme, edhe e haron shpesh, duhet me u kthy shpesh me lexu edhe ka vështirësi gjatë mësimit edhe gjatë përsëritjes, thot ai ka dy shpërblime. Qështu është ky hadithi që shënon Buhariu dhe Muslimi. Porse ka edhe hadith tjetër I cili nuk përmend veç punën e hafizave, por edhe atyne që e lexojnë me shqiptim, domethënë e lexojnë, e shqiptojnë. Ai I cili shqipton mirë, s'ka problem në shqiptim, e lexon mirë, ai e ka domosht shpërblimin e plot. Kurse ai I cili e lexon, po ka vështirësi në lexim, ai ka sevapin e parë të leximit, edhe sevapin e dytë të vështirësisë, saj me gjithë vështirësitë që I ka prap nuk po dorëzohet. Po ashtu mësimi I Kuranit është mirësia më e mira se çdo mirësi tjetër e dunjas. Mirësia më e mirë, nëse kish me të thonë, me të lanë me zgjedh Allahu xhalla shanuhu mes një mirësie të dunjas, me ta dhon 1 milion kilometër katror me çanejotja, me ta dhon një fabrikë, me t'i dhon 1 miliard euro, edhe mësimin e Kuranit, ti nëse je I mençur duhet ta zgjedhësh mësimin e Kuranit. Unë po flas me mentalitetin e një muslimani dhe me argumentet e kitabit dhe të sunetit. Edhe kjo që po them unë, sot nëse I duket dikujt, unë s'po them muslimanit, atij që s'është muslimanët që ka dyshimin këto që I theme. Ai sot mund thot hoxha s'është mirë ato që po fol. Por do të vjen dita kur do ta marr vesh se që kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është e saktë. Edhe do të vjen dita që leximi I Kuranit do të jetë më I dobishëm se sa dujonja dhe çka ka në ta. Ama do të vjen dita. Kush e beson këta? E beson ai I cili ka iman, ai I cili beson në fshehtësi, ai I cili beson ditë gjykimit. Sepse sa mbretër, sa miliarder, sa pasanik kanë shku, edhe asgjë nuk kanë mbet, apo asgjë nuk kanë marrë, çdo gjë kanë mbet këtë botë, sepse pasuria, edhe toka edhe qielli, edhe çka ka mbrana tyne e kujt është? Nuk është askuj, është veç Allahut. Por filani e ka veç për momentin. Sa kanë pas para ti, atë tokë,
Sa e kanë pas atë post, sa kanë pas atë pare, e kanë lanë njerëzit. Unë e kam parën sot, ti mund ta kesh nesër. Mas 100 vjet e ka tjetër kush çat tokë. Çat pasuni. Pra pasunia nuk është e kërkuja Allahut, por Zoti te ka lënë emanet 1 vjet, 10 vjet, 100 vjet, edhe ta marr prapë jap tjetër kuj. Në fund kur vdesin krejt, prapë mbetet e Allahut azza wa jall. Prandaj, kjo që po përmendim se mësimi i Kuranit, leximi i tij, mësimi përmendsh etj etj, është më i mirë se sa dunjaja dhe çka kanë ta. E vërteton fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shënuar nga Uqba ibn Amir, edhe e përmendur nga Uqba ibn Amir dhe shënuar tek Imam Muslimi, thot një ditë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Suffe. Ahlu Suffe ka qenë një dhomë fukarave që s'kan pas familje, kanë jetuar vetëm aty dhe kush ka mriu ka dhënë sadak. Në gjithë ka qenë me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej banorëve të Ahlu Suffes ka qenë edhe Abu Huraira radhiyallahu anhu, kanë ardhur të njerëz, kanë jetë me muaj ose me vite, dikush ju kanë qelë rrugët dhe ka arrit me nëret shtëpit veten, me u martu dhe me u largu, dikush kanë me një farformë ka qenë shtëpi sociale e fukarave. E ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë vend, edhe ka përmend një hadith të tij, thot, cili prej jush dëshiron që të shkoj në filan luginën në Batha ose Aqiq, 2 lugina rreth Medinës, në periferinë e Medinës, e thot ti merr aty 2 deve të mira, të bukura, të kuqe, të mëdhaja. Edhe këtu janë pasunia më mirë 2. Kan thonë ja Rasulullah, cili prej neve nuk don me i pas me shku me marr. Thot plus me i marr, jo me i vjedh. Jo më marr dikuj. Pra jo në gjuna me kon me Zotin as me robin. Jo, thot më afal dikush ose mi gjet, që është tak me gjet, kërkujas janë ata. Mi marr halal 100%. Thot cili pej neve ja Rasulullah nuk ka qef, mi marr 2 qasi deve. E atër thot nëse keni qef një gjatë të tillë, thot nëse kjo është qef për juve, atër më mirë thot për juve është me shku në xhami çdo ditë, edhe me mësu 2 ajete. Kjo nga libri Allahu xhaleshanu, kjo është më mirë se sa çato 2 devet. Nëse i mësoni thot 3 ajete, e keni sevapin edhe më mirë, do të keni problem se sa 3 deve. Nëse mësoni 4 ajete, më shumë se sa 4 deve. Thot edhe kështu vazhdon, sado që shtoni ajete, çaq keni mirësi dhe shpërblim më shumë se sa devet. Nëse mësoni 100 ajete, më shumë se sa 100 shpërblimi se sa 100 deve. Prandaj, pra i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rëndësi mësimit një ajetit ndaj një devës ose një shpërblimit të madh. Kështu që nëse vin kontradiktos ose domethënë përballen interesi i ahiretit me interesin e dunjas, normal se duhet t'i japesh rëndësi interesit të ahiretit, apo në veçanti këtu jemi të fol për mësimin e librit të Zotit Azza wa Jall. Prandaj, edhe nëse je të punu, nuk po them mos me punu, duhet me punu, gjithsesi me punu, por me gjet një kohë dhe një mundësi, mos më arsyetu se jam të punu dhe jam lodh, s'po muj tash me lexu Kur'an, ha? Jo kësi arsye me gjet. Duhesh me gjet një kohë për me lexu fjalën e Zotit Xhelle Xhelalu. Po ashtu i kemi edhe fjalën tjetër të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili thot leximi i Kuranit e largon shejtanin edhe hidhran shejtanin. E largon edhe hidhran. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sipas hadithit të shënuar tek Imam Muslimi, kur biri i Ademit, pra insani, e lexon një ajet i cili ka sejdë, në Kur'an janë disa ajete të cilët kanë sejdë kur lexohet aty, atëherë thot largohet ik prej tij shejtani, pra atij njeri që është të lexu, edhe fillon me çajt. Fillon me çajt shejtani i nervozuar dhe i mërzitur, edhe thot i mjeri unë urdhru i biri i Ademit, insani, me bo sejdë, edhe bani sejdë, e fitoj xhenetin. Unë urdhrova me bo sejdë, edhe refuzova, nuk bona sejdë, e fitova xhehenamin. Kështu edhe vazhdon të çaj, domethënë, përderisa është duke bë sejdën e leximit Kuranit, të cilat janë domethënë 14 sejdë apo 14 ajete të cilat apo në cilat duhet me bë sejdë kur lexohen ato, pse është sunet, mendimi më i saktë i dietarëve. Allahu alam, Zoti dhe mas miri, por mendimi më i saktë është janë sunet. Nëse bën sejdë mirë, nëse jo, nuk ka problem, sipas hadithit të Omar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, e shënon Imam Buhariu ku ka lexuar sejdë dhe s'ka bën sejdë, kanë thonë ja mirë mu'minin, pse nuk po bën sejdë, thotë për më u tregu juve se nuk është farz, por është e pëlqyme ose është sunet. Gjithsesi, pra nëse lexohet Kurani dhe arrim të ato sejdë, është mirë dhe është sunet me bën sejdë, mo këtu ka kibla,
më mirë është me kthy ka kibla, normal me pas avdes, më mirë është, por nëse lexon përmendsh, edhe nëse s'ke avdes bën me bë sejdë, edhe pa avdes bën edhe nëse si në drejtim kiblës. Lejohet edhe nëse si në drejtim kiblës, në drejtim tjetër, normal, një sejdë bjen thu subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 herë, Allahu akbar kur bjen thu, edhe kur çohesh thu Allahu akbar edhe kryet. Pra, në këtë rast kur e sheh shejtani njeriun prej larg, akoma largohet dhe fillon me çajt dhe mërzitet, pse robi i ka nënshtruar Allahut. Edhe në një farë forme e din shejtani se ti kur e bën këtë sejdë e ke fituar xhenetin. Kurse ai e ka refuzuar sejdën, kur e ka urdhëruar Allahu xhaleshanu sejdën e respektit Ademit alayhis salam, e ka mohuar një gjë të tillë edhe Zoti xhaleshanu e ka dënuar me zjarr të xhenamit. Kemi edhe pika tjera, mirë, po për dersën e sotëm do ta lëm me kaq inshallah taala, nëse më gjallësh nash në javët në vazhdim apo në dersën e ardhshëm do të flasim edhe për disa dobi tjera të leximit të Kuranit. Pra, pse duhet të lexoj Kur'an për këto shkaqe. Kjo është pjesa e parë, edhe për shkaqet të cilat do t'i përmendim inshallah taala nëse jam gjallësh nash në derse të tjera. Lut Zotin azza wa xal që të na bëj për atyre që lexojmë Kur'an, që mësojmë Kur'an, që meditojmë Kur'anin dhe punojmë me Kur'an, lut Zotin xhallal xhelalu që mos na marr shpirtin pa u shëtruar me Kur'anin edhe pa jetuar me të deri në vdekje. Amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.